Simon Kristo shikon gjitha ato projekte rindërtimi e ndërtimi shkollash nga e para dhe thua nuk ka fëmijë Shqipëria pse I harxhoni parat kot, apo bëre pak humor pa sukses. Shqipëria ka afro 3 milion fëmijë në shkollat 9 vjeçare mesme dhe ka dhjetra mira të tjerë në mosh për të shkuar në qerë dhe në kopë, është I dashur Kristo. Dhe me që e hape këtë bisedë, kur ne morëm detyrën, kishte mbështetje thuajse zero. Shkollat ishin mysybet dhe të gjithë prindrit ishin të detyruar t'i blinin vetë librat për fëmijët e tyre. Ndërsa sot 238.000 nxënës I marrin librat falas. E ti thua s'ka fëmijë. Paga mesatare e mësuesit sot është dyfishuar krahasuar me kohën kur ne morëm detyrën, ishte 420 euro, sot është 950 euro dhe brenda mandatit ton të katërt do të jetë 1250 euro. Në ndërkohë, po të them gjithashtu se deri në fund të mandatit ardhshëm 430 shkollave të reja që kemi ndërtuar dhe shtohen dhe 200 të tjera. Kur ne morëm detyrën s'kishte laborator, s'bëj fjalë, kishte ca klasa me kompjutora që nuk ndizeshin e që quheshin laborator. Sot kemi laborator inteligjent në 320 shkolla. Dhe brenda mandatit katërt, numri I laboratorëve inteligjent do të jetë 1000, që do të thotë asnjë nxënës nuk do të mbetet pa akses në mësimin e teknologjisë digjitale në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Po ashtu ne do të ndërtojmë shoqërinë publike të transportit të nxënësve, sepse jo ka fëmijë, po ka plot fëmijë në Republikën e Shqipërisë që duhen mbështetur falas me transportin në shkollë. Ndërkohë që nga ana tjetër, kur ne morëm detyrën palestrat numëroheshin me gishtat e duarve, ishin akoma ato të kohës së vjetër të komunizmit, se si ishte ndërtuar një palestër e re, sot kemi mbi 200 palestra të reja në shkolla. Dhe kemi një lëvizje tërë sportive në shkollë, e cila ka përfshirë mbi 12.000 fëmijë dhe ka rilindur frymën e sportit tek brezi më I ri dhe krijuar një platformë për një zhvillim të qëndrueshëm edhe të sportit kombëtar. Në mandatin e katërt do shtojmë dhe disiplina të tjera sportive nëpër shkolla dhe synojmë ta çojmë në 20.000 të paktën numrin e nxënësve të angazhuar në një sport. Ti thua s'ka fëmijë, po nuk je I vetmi, se ka plot si ti dëgjojnë kënetën e pastaj flasin kuturu me një tifozllëk absurd, tifozllëku politik, fjalë vërtet. Të përshëndes dhe mos haro, në 11 maj mua dhe PS-n për Shqipërinë në Europë, askund tjetër se kudo tjetër ka vetëm grop. Gjithë mirat Kristo.